أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen e tij të pasur dhe shokët e tij besnik. Tema e radhës është lindja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sipas mendimit të shumicës së dietarëve, ai ka lindur me datë 17 të muajit Rabiul Awwal dhe bëhet fjalë për vitin në të cilin Abraha e sulmoi Mekën me një ushtri të madhe të përbërë edhe nga disa elefantë dhe për këtë arsye quheten Ashabul Fil. Ata kishin për qëllim ta shkatërronin Ka'ben e shenjtë, por nuk e arritën këtë qëllimi pasi Allahu i dënoi me një dënim të dhimbshëm. Dhe profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam lindi në agimin e ditës së premte të atij viti. Ai lindi në një shtëpi të cilën më vonë ja fali kushëririt e tij Aqil ibn Abu Talibit, pra djalit të xhaxhait të tij, vëllait të Imam Aliut. Më vonë pas arsit e Aqil ibn Abu Talibit, ja shitën shtëpinë Muhammed ibn Jusufit, vëllait të Haxhaxhit, i cili më vonë ndau atë nga shtëpia e tij, sepse në fillim bashkoi me shtëpinë e vet. Në kohën e Harun al-Rashidit, ndau nga shtëpia e tij këtë pjesë dhe e ktheu në një xhami, në një vend falje për njerëzit ku mund të kryenin namazet e ditës, madje të kryenin ibadete të ndryshme. Dhe më vonë në vitin 659 Hijri, ajo u bë pronë e Muzafarit, veliut të Yemenit, i cili i bëri rikonstruksion dhe rindërtoi dhe zbukuroi atë dhe bëri në formën që ndodhet ende sot, dhe të cilën e vizitojnë njerëz në momente të ndryshme, sidomos gjatë mevludit të Rasulit sallallahu alaihi wasallam. Imam Xhafer as-Sadiq alayhis salam, imami i 6 i shiizmit, përcjell se shejtani më parë ngjitej deri në qiellin e 7 për të dëgjuar habere qellore nga engjëjt, dhe pas lindjes së Isait alayhis salam, atij u ndaluan 3 qiell dhe mund të ngjitej deri në qiellin e 4. Por pasi lindi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, tanimën djajve ju ndaluan të gjithë qiejt, edhe ato 4 qiej që mund të ngjisnin pas lindjes së Isait alayhis salam nuk mund të ngjisnin më, dhe sa herë që tentonin ta bënin këtë gjë, ata përballeshin me një shih meteorë që i dëbonin nga qiejt. Tani kur pan këtë ngjarje, Mekasit, ata filluan të thonin që ka ardhur koha e Kiametit, ashtu siç kishin dëgjuar dhe nga ahli kitabi. Dhe njëri nga më të diturit e kohës së ignorancës, siç quhet pra koha e xhahiliyetit, ishte Amr ibn Umayya, dhe ai u tha atyre se në rast se bie ndonjë nga yjet e rëndësishëm, të cilët e përdorin për udhërrëfim, për të gjetur rrugën e tyre në shkretëtirë gjatë neteve, apo edhe për shumë gjëra të tjera, atëherë është edhe vërtet që është duke ardhur pra Kiameti, siç i thonin të krishterët dhe jahudit, sipas tij. Dhe në rast se nuk ndodh diçka të tillë, atëherë thjesht do të ndodhë një ngjarje shumë e rëndësishme në tokë. Atë mëngjes kur lindi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, në anën banë botës ndodhen shumë ngjarje të habitshme dhe mrekulli. Ku disa prej tyre ishte dridhja e pallatit të Kisrait, shahut e Persisë në atë kohë, dhe nga dridhja u shembun 14 shtyllat të fronit të tij, një liqen në Persinë e lashtë i quajtur liqeni i Saves, të cilin njerëzit adhuronin në atë kohë, u përpill toka dhe u tha: zjarri i tempullit të Persepolesit, i cili kishte 1000 vite pa u fikur, u fik. E shumë ngjarje të tilla, siç ishte rrëzimi i fronave të mbretërve, pamundësia e tyre për të folur atë natë, largimi i dijes së murgjve,
shkatrimi dhe prishja e magjisë së magjistarëve e shumë gjëra të tjera, dhe një prej tyre sigurisht ishte edhe përfitimi i kurajshitëve, të cilët me lindjen e profetit sallallahu alaihi wasallam fituan pozitë të lartë në mesin e njerëzve të dynjas. Tani Amineja, paqja qoftë mbi të, nëna e dashur e profetit sallallahu alaihi wasallam, në një hadith transmeton se kur biri im lindi, i vendosi duart në tokë, ngriti kokën nga qielli dhe vështroi përreth. Më pas prej tij thot doli një dritë e cila ndriçoi çdo gjë përreth, e për shkak të asaj drite arrita të shikoj edhe pallatet e Shamit. Dhe më pas, thot Amineja salamun alejha, prej asaj drite dëgjova një zë që thoshte: "E linde më të mirin e njerëzimit." Atëherë vendosja emrin Muhammed. Pra nga këto fjalë ne kuptojmë që nuk ishte një lindje e zakonshme si çdo fëmijë tjetër, por bëhet fjalë për lindjen e një njeriu të madh, një njeriu madhështor si profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili më pas do të udhëzonte njerëzimin. Dhe emrin e tij pra e vendosi vetë Allahu duke inspiruar nënës së tij, sepse ishte një emër i padëgjuar më parë nga arabët. Dhe kur e sollën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam tek Abdul Muttalibi, ai e vendosi në prehër dhe tha: "Lavdërimi takon Allahut që më dhuroi këtë djalosh të mirë dhe të zgjuar, i cili ka tejkaluar të tjerët që në tjetë." Në këto fjalë të Abdul Muttalibit ne kuptojmë dy gjëra. Së pari kuptojmë faktin që ai ishte monoteist, sepse vetëm një monoteist mund të thotë fjalë të tilla. Dhe së dyti kuptojmë që profeti sallallahu alaihi wasallam tashmë ishte, themi, kishte bërë të qartë të gjithëve që ishte një krijesë ndryshe nga të tjerët, dhe që në vegjëli, pra që në djep, ai kishte tejkaluar të gjithë fëmijët të tjerë, të gjithë njerëzit e tjerë, duke treguar, pra duke nxjerrë në pa mrekullitë që me lindjen e tij, të cilat të gjitha tregonin se ai ishte një krijesë e lartë e kishte një mision mjaft fisnik të lartë në jetën e tij, e cila ishte edhe udhëzimi i njerëzve dhe themi vendosja në tokë për gjithë njerëzit deri në ditën e Kiametit e fesë shenjtë të Allahut, pra Islamit. Në ato kohë shejtani i thret gjithë fëmijët e tij, sepse e pan që kishte ndodhur diçka në tokë që nuk mund të ngjiteshin më në qiell, dhe u thot atyre që të shkojnë dhe kontrollojnë se çfarë ka ngjarë, se çfarë ka bërë vaki. Sepse kishin parë gjëra që nuk i kishin parë që nga momenti ku ishte ngritur në qiell Isa alayhis salam. Dhe këto shpërndahen nëpër tokë, por nuk arrin të gjejnë gjë dhe kthehen përsëri tek shejtani. Dhe Iblisi i mallkuar i thotë që atëherë do të shkoj të kontrolloj vetë, sepse kjo është punë për mua dhe jo punë për ju. Dhe kështu bën, pasi zbret në dynja, ai kontrollon në çdo cep të saj, dhe kur mbërrin tek shtëpia e shenjtë, tek Qabeja e shenjtë, ai shikon se ajo ishte rrethuar nga angjëjt dhe tenton të futet, por ata nuk e lejojnë. Dhe kthehet përsëri, transformohet në formën e një trumcaku të vogël, një shpende të vogël, dhe tenton të hyjë nga një anë tjetër. Por Xhibraili alayhis salam e dikton dhe i thotë: "Ktheu i mallkuar." Dhe shejtani e pyet: "O Xhibrail, çfarë ka bërë vaki?" Tha: "Çfarë ka ngjarë? Më trego." Dhe Xhibraili i thotë që ka lindur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më i miri i profetëve. A do të kem një përfitim tek ai, thot shejtani? Jo, i thot Xhibraili alayhis salam. Po tek umeti i tij? Po, tek ata do të kesh, i thot Xhibraili alayhis salam, dhe ai thot që atëherë unë jam i kënaqur. Pra shikojmë që tek profeti sallallahu alaihi wasallam, me të gjithë ata që janë të sinqertë e mukhlis përballë Allahut dhe besimin e tyre, kurse si shejtani nuk mund të ketë akses. Ndërsa tek ata që nuk janë të tillë, me lehtësinë më të madhe mund të ketë ndikim tek ata, pra, dhe kjo është mjaft e qartë
është bërë e qartë gjithmonë në historinë islame, në rrjedhën e historisë deri në ditët e sotme, dhe dallohet më shumë tek fitnet, përçarjet që ka në mesin e muslimanëve. Dhe në një tjetër transmetim pra nga prijesi i besimtarëve, Imam Aliu alayhis salam, thuhet se pra Imam Aliu thotë se atë natë kur lindi i dërguari i Allahut, të gjithë idhujt që ndodheshin në Qabën e Shenjtë ishin rrëzuar dhe kishin rënë përmbysur. Dorsa kur mbërriti nata, thotë Imam Aliu, dëgjuam një zë nga qielli, i cili thoshte: erdhi e vërteta dhe u zhduke kota. Pra Jaa al-haq wa zahaqa al-batil, që më vonë është shpallur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në surën Isra ajeti 81. Atë natë, thotë Imam Aliu, ndryshua e gjithë dynjaja, të gjithë pemët, gurët e gjallësat e lavdëronin dhe madhëronin Allahun lartëmadhërisëm. Sipas një hadithi tjetër nga Imam Ridhai alayhis salam, për ndryshe asaj që tha dhe Amineja, pra përveç fjalëve të saj, ai shton edhe këtë dhe thotë që në momentin që profeti sallallahu alaihi wasallam vendos duart në tokë dhe ngren kokën në qiell dhe shikon përreth, ai dëshmon edhe njohshmërinë e Allahut, pra tauhidin. Dhe kjo tregon që ai, ashtu si të gjithë profetët e tjerë, që në lidhjen e tij e bëri të qartë se për çfarë ishte sjellë në këtë dynja dhe për çfarë ishte përzgjedhur. Misioni i tij pra ishte t'i ftonte njerëzit në tauhid, t'i ftonte njerëzit në adhurimin e një Zoti një, një Zoti që nuk ka shok dhe nuk ka të tjerë që meritojnë të adhurohen ashtu siç meriton ai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inshallah në vitet e ardhshme do të vazhdojmë me tutje pra me historinë islame. E falenderojmë Allahun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.